Kërkesa e prokurorisë në Hag, që ka kërkuar dënime të rënda me burg për 4 ish-krerët e ushtrisë qeveritare të Kosovës, ka shkaktuar reagime të forta nga udhëheqësit shqiptar. Kryeministri Edi Rama, duke komentuar vendimin, tha se prokuroria ka shkelur logjikën dhe drejtësinë duke kërkuar varrosje për së gjallit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ai shtoi se është e vështirë të shprehesh për një akt që sipas tij nuk respekton parimet bazë të proporcionalitetit dhe procesit ligjor. Më pyesin miq nga Prishtina pse nuk po shprehesh për mikun tënd, që sot u ngarkua me 45 vite burg me pretencën e prokurorisë së Hagës. Nuk po shprehem dot, pasi ende po mundohem të gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për të dalë me kërkesën për varrosjen për së gjallit të 4 burrave dhe sikur ndonjëherë fjalët nuk më vinë ndim për t'u shprehur. Në një reagim të veçantë, ministri e jashtme Elisa Spiropali ngriti dyshime për standarde të dyfishta në trajtimin e nga prokuroria e Hagës. Kozjatja e paraburgimit, që tashmë ka kaluar 5 vjet pa një vendim përfundimtar dhe natyra e akuzave të ngritura, ngrem pikpyetje serioze mbi proporcionalitetin, standardet e procesit të rregullt ligjor dhe respektimin e të drejtave themelore të njerëzit. Kjo situatë ushqen gjithnjë më shumë perceptimin e një ashpërsie të janshme në trajtimin e kësaj çështjeje. Tirana zyrtare thekson rëndësinë e drejtësisë së besueshme në ndërtimin e së ardhmes së Kosovës dhe stabilitet në rajon, duke paralajmëruar se padrejtësitë e perceptuara mund të dëmtojnë besimin e institucionet ndërkombëtare dhe proceset paqësore. Ky reagim i Shqipërisë vjen ndërsa vendimi i prokurorisë së Hagës pritet të ndikojë thellë në situatën politike dhe sigurinë rajonale.